Emisioni Studio Sport vazhdon rrugtimin e tij në ekranin e RTS Shkodra. Pas mbylljes me sukses të ciklit Emocionet e Botërorit 2026, tashmë fokusi është tek pasqyrimi i sportit shkodran dhe më gjerë. Mbrëmjen e së mërkurës, emisioni u hap me një lajm të freskët ku trajneri i futsallit Ardit Behari, pjesë administratës së Bashkisë Shkodër, përcolli vendimin më të fundit të Këshillit Bashkiak për ndërtimin e 2 fushave të reja të futbollit në territorin pranë varrezave të dëshmorëve. Ka bërë një lajm që u dha pëlqimi edhe për ndërtimin e fushave për kampionatin evropian U21 nga Këshilli Bashkiak dhe pritet edhe vetëm projekti nga Federata Shqiptare e Futbollit për ndërtimin e tyre, janë dy fusha që i shtohen qytetit tonë. Ndërkohë, trajnerët e futbollit Arbër Shytani dhe Haris Lika analizuan miqësoren Vllaznia Laçi të fituar nga Kuqe Blut 3-0. Pa me një pjesë dytë ndryshe, ku realisht Vllaznia domini dhe Laçi nuk arriti të kishte marrë ritmin e pjesës parë dhe në një farë mënyrë këtu mund të them u vu redukshëm edhe mungesa e organikës e Laçit, e cili edhe zëvendësimet ishin shumë vonë dhe lojtarët të cilët morën as shumë minuta nuk arritën të kishin ritmin e duhur dhe Vllaznia e shfrytzoi mirë, duke pas parasysh se Vllaznia ka një organik më të plot. Ekipi i Vllaznisë ka treguar që është në gjendje të rikombit edhe herë, ty edhe herë si pretendente siç i takon emrit Vllaznia. Mëtej, trajnerët Lika dhe Shytani kanë komentuar detyrat e reja të marra prej tyre, Likat e Vllaznia U19 dhe Shytanit e Basanja.